Temperatura të ulta, surpriza e motit për ditët në vijim, ja çfarë pritet të ndodh me motin ditën e sotme. Për javën që presim, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, të ftohta për shkak të masave ajrore me origjinë veriore. Dita e hënë dhe martë, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare, kryesisht në orët e mesditës. Dita e mërkurë dhe enjte dominon moti i kthjellët, si dhe alternime vranësirash, kryesisht në relievet malore. Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me reshje shiu të erpasershme, me intensitet ulët në veri që në orët e para të ditës. Në mesditë pritet që reshjet të fitojnë territor dhe intensitet. Në veri reshje të shpejta shiu në formën e shtrëngatave heraherës me intensitet mesatar shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në Alpe dhe në verilindje reshje bore me intensitet ulët në lartësinë mbi 1000 metra. Për shkak të masave ajrore të ftohta dhe të thata, vlen për t'u theksuar dhe formimi i ngricave të forta përgjatë akseve rrugore në relievet malore në verilindje juglindje.